Pumbi, sa bukur që sot. I gjithë qyteti gumëzin nga zerat e fëmijëve, të cilët sapo kanë mbaruar shkollën. Edhe unë jam shumë i lumtur që sot mbarova klasën e parë. Shpëtova! Përshëndetje! Të gjithë jemi të lumtur sepse shkolla mbaroi dhe jemi një vit më të rritur. Po ka dhe fëmijë të vegjël të cilët mbarojnë kopshtin. Një prej tyre do ta kemi sot në studio. Le të fillojmë. Ani Karamaja! Hajdeni! Ua, një bjodinke bukurose me një fustan të bukur shumë. Si e ke emrin? Arja. Arja. Arja nga Ari. Mbaruat shkollën? Po e mbaruar. Sa bukur! Sot do kënaqemi në emision. Mirupafshim Arja. Mirupafshim. Pafshim. Përshëndetje. Si ke emrin? Devi. Devi e mbaruat kopshtin? Po. Do veni në klasë të parë? Po. Sa bukur mbarova klasën e parë. Bravo. Kenat. Po. Do na thuash gjëra të bukura pastaj? Po. Shumë mirë. Hajde mirupafshim. Pafshim. Wow, sa bukur Pumbi. Ka fëmijët njëri më i bukur se tjetri. Po sa vajzë e bukur më jaman. Emrin si e ke? Amaris. Amaris. Sa të pëlqen ty të bësh kur të rritesh? Parukëriste. Se të ka na lek, po do na i rregullosh rregullosh flokët neve. Po. Bravo, të lumë. Faleminderit. Faleminderit Amaris. Faleminderit. Mirupafshim. Po Pumbi, sa që ka të bukura që ka ky? Shumë të bukura i ka. Emri si e ke? Mateo. Mateo. Në kopësh je? Po. Të pëlqen kopshi? Se kemi shumë shokë e shoqe të mirë atje. Po tani mbaroj. Tani kemi pushime, do të kënaqemi me lojra. Të pëlqen të luash? Po. Shumë Do mirë. luajmë pas emisionit. Mirupafshim. Mirupafshim. Po ty si të quajnë? Iris. Në kopësh apo në shkollë jetë Iris? Unë jam në shkollë. Në këtë klasë? Në klasë të 2. Që ka me madhe se në i kalovi. Si do le me shkollën? Mirë. Tani do kënaqemi me pushime, do vesh në plastik. Po. Do na marrë se ne. Mirë. Nuk të Faleminderit, marë, mirupafshim. dhe kënaqet dhe për ne. Bye. Përshëndetje. Mirë se ardhe të emisioni jonë. Si e ke emrin? Leozace. Leozace. Leo, ty çfarë të pëlqen më shumë? Futboll. Futboll, me çfarë Kënaqemi, numri? kemi dy futbollistë. Dy futbollistë, çfarë numri të pëlqen në sulmues, mbrojtës, portier? Unë të të bëj gjitha, golla. Ha, 7. bravo, të lumë. Si Ronaldoja. Mirupafshim. Pafshim. Sa qefo! Faleminderit që na përkëthele. Emrin si e ke? Melisa. Melisa, si një princesh. Sa fustan të bukur që pas këti Melisa. Po është dhe bukur ose dhe me fustan të bukur. Po, në kopësh apo në shkollë? Në kopësh. Në kopës. Bravo. Më thuaj, cili personazh të pëlqen më shumë ty? 7. Cili personazh? Nga librat, nga Bor kuklat, bardha, nga bor emisioni. kuqja, bor verdha. E kuqja. Bravo. Të lumë. Mirupafshim. Faleminderit. Me beli prap gjan. Pafshim. Emrin si e ke? Aili. Artis. Po, e di ti, nga cili kopësh vjen? Mickey Mouse. Grupi Mickey Mouse. Sa shoku tonë Mickey Mouse. Bravo. Të pëlqejnë lodrat? Po. Me se luan. Makinë. Bravo. Makinë, do kënaqemi pastaj me makina, sa qen. Mirupafshim. Pafshim. Emrin si e ke? Thua ma pak. Ketlin. Ketlin. Sa emër të veçantë. O Ketlin, në çfarë grupi je në kopësh ti? Një njashi. Në njëshin e i pari të më thëna? Po. Të pëlqejnë parallat. Po. Më thua një cila të pëlqejnë më shumë. Një titull trale. Elsa. Elsa, personazhi famshëm. Andaj besoj shumë me roze, me trëndafilka, Tamam si Elsa, shumë të bukur. Faleminderit që erdhe tek ne. Mirupafshim. Më thuaj, si i ke emrin? Esli. Esli, jo pas ka Esli. Dhe se u bëndu Esli më duket, apo e kam gabimun. Nga cili vend vini juve?
Nga kush fshat? Vloqish. Sa lumtur jam qenë, fëmijë Kemi qenë vloqishti. ne atje. Po, të pëlqen të vesh në kopësh? Po, Të pëlqen të luash? po. I do shokët? Të lumë. Edhe ne të duam. Miru papsi. Mirë papshim i sli. Papshim. Ua, po të si të quajnë? Klea. Mirë se ardhe në emisionin tonë Kla. O Kla, në grup të tretë apo në grup të parë? Në grup të dytë. Aha, Kre do në kënaqës ose është gjithë qef. Do në të gjëra të bukura. Më thua çfarë të pëlqen ty? Barbarva. Barbarda, sa bravo. bukur. I bëjt fala dhe nga mua Barbardës kur ta shikosh. Të lumë Kla, papshim. Bukuroshe, emrin si e ke? Eba. Eba. Të lutem do më japësh një xhiro ato syçkat e bukula. Sy çka ti bja Një këtë xhiro ti fustanin kthe në prap jetë mua. nesër. Do më japësh fustanin? Nuk ju bëjnë. Oh, sa gjuna. Bravo, mirë, faleminderit. Më thua si të quajnë? Eba, të tha, nuk e mori vesh se dëgjove ti që Eba. Eba. Eba, po ty çfarë të pëlqen? Të pëlqen pikturosh, luash, Të këndosh. Të këndoj. të këndosh, sa bukur do na shumë kënaqsh bukur, me do na këngë. këndosh. Miru Të papsi. lumë, Papshim. papshim. Si e ke emrin? Anjel. Anjel, sa emër të bukur, sa këmish të bukur që ke do t'ja japësh këti pumbit. Pimbit, jo pumbit, pimbit, do t'ja japësh ta veshi një herë. Ha, Nuk më bën mua, është e vogël. jam i shëndoshëm. Po, Çfarë të pëlqen ty? Luaj futboll. Do luaj pastaj sa të mbaroj bravo, emisioni. të lumë, ti s'li E të bëjmë lumë. skuadrën sot do të kënaqemi pumbi. të lumta. Mirupafshim. Faleminderit, mirupafshim. Mirë bafshim. T'kemi. Mirë, Kemi mire. mirë jemi. Juve ç'kemi? Si jeni? Shumë mirë Kjo jam qenë unë. ka me eritur. Me eritur që Si ke emrin? Unë quhem Klea dhe jam 10 vjeç. Mashallah, 100 vjeç e bëfsh. Me 10 vjeç e mban vazon me mjaltë. Më ke sjell mjaltë? Jo, nuk kam si. Po, sa gjuna shkollë kreti. E harova. Çfarë E të mirë, pëlqen si ty? në erën tjetër. Çfarë të pëlqen ty? Mua më pëlqejnë teknologjia dhe shkenca. Oho, sa të thella këto. Miru pafshim, miru pafshim. Mirë Kam pafshim. frikë të të pyes më shumë. Po. Mirë dita. Mirë Dita. dita. Po, ti duhet të jesh në shkollë, se në Kopës nuk u je. E vërtet. E vërtet, në ç'klas je? Jam në klasë të tretë. Emri si e ke? Emrin e kam Sin. Si. Po ty çfarë të pëlqen të bësh në kohën e lirë? Mua më pëlqen vizatore. Oh, O, sa sa mirë. të na bësh ne, të na bësh ne. Do na pikturosh në të dyve. Okej. Faleminderit shumë. Mua të bukur e di, më. Mirë Faleminderit, pafshim, pafshim. Kjo është me buzë qeshje dhe pas që më ka sill mjaltë se po qeshje. Ja ta pyesim i ke sjellët mjaltë të pimbit. Jo, e kam marruar. E po mirë, në tjetër, mos qaj, mos qaj. Emrin si e ke? Amelia dhe jam 10 vjeç. Amelia. Amelia, do filloni pushimet? Po. Çfarë do bësh ti në kohën e pushimeve? Do vete në plazh. Ue, sa mi sa na merr dhe bukur. neve. Po në kë plash? Në Greqi. Gjej një valizhe të madhe që na Na nxjerrësh të futesh dyve. edhe neve, mirë. Kalofsh bukur pushimet, miru pafshim. Miru pafshim. Ju përshëndes të gjithëve dhe në këtë të shtunë, e cila ndoshta është më e bukura për të gjithë fëmijët sepse kanë mbaruar shkollën, kanë mbaruar kopshtet. Jemi në 14 qershor dhe gjithë qyteti Gurmzhi nga zërat e fëmijëve më në fund pas 9 muajve shkollë janë të lirë për të shijuar pushimet e tyre verore. Përshëndetje Pimbi Pumbi, si po kaloni? Përshëndetje. Pimbi, si kalove ti? Je shumë i gëzuar sot? O, jam i lumturuar, jo i gëzuar se mbaroj shkollën. Jemi të gëzuar vërtet dhe ne. Po, më vjen mirë. Përshëndetje dashur Tea. Përshëndetje Jonida, përshëndetje Pimbi Pumbi, Përshëndetje. përshëndetje mësuesë Mariela. Tea, më bëhet qefi që mbarove shkollën me Po, nota të mira. Herë tjera me si po prisje. Ka qenë kohë gjatë, ndoshta këto 9 muaj. Përshëndetje dashur mësuese. Unë dua t'ju prezantoj me nxënësit, me fëmijët e vegjël, të cilët unë kam sot, ndoshta janë më të vegjël që ne kemi patur, është grupi i dytë i kopshtit në fshatin Vlotçisht, grupi Mickey Mouse. Një duar trokitje për të gjithë ju, se të jeni fantastik. E pam edhe nga prezantimet që ishin super dhe shumë të mirë. Mësuese Mariola Filo, mësuese, faleminderit që erdhët, është kënaqësi dhe është ndoshta shumë bukur dhe sfiduese të merresh me fëmijë të vegjël. Si është një ditë e juaja në punë?
Dita ime në punë fillon me pritjen e fëmijëve, që disa më presin mua, veç para meje, se janë më të shkatët, dhe pastaj unë pres të gjithë fëmijët dhe pasi ata bashkohen me njëri tjetrin, bisedojnë, luajnë disi, vjet e momenti që dhe mësuesja fillon nga programi mësimor, fillojmë të mësojmë ato gjërat që kemi planifikuar për atë ditë. Mësuese, dje ka mbaruar zyrtarisht programi mësimor, si për shkollën ashtu dhe për kopshtet, por kopshtet ka një proces ndryshe nga shkolla, ato vijojnë të qëndrojnë të hapura. Po. Një pjesë e fëmijëve nuk e frekuentojnë rregullisht sepse largohen në për pushime dhe ne jemi aty për t'i pritur, po pjesa tjetër është ajo pjesa që vjen, frekuenton rregullisht kopshin dhe ne përpiqemi që t'ju bëjmë veprimtari të ndryshme. Domethënë, dita kalon shumë bukur edhe pse programi mësimor ka mbaruar. Patjetër, kemi aktivitete të tjera që ne mbushim ditën. Mësuese, zakonisht fëmijët kur vinë nëpër shtëpi tregojnë që nga veshja e mësueses, çfarë tha, çfarë bëri. Por mos harrojmë që mësuesja është në 20 shtëpi. Të gjithë fëmijëve që ka. Jam mysafire në çdo shtëpi. Tregojnë këta se çfarë ndodh? Pa dorashka. Më tregojnë disi gjërat e tyre që ju bëjmë përshtypje gjatë ditës dhe unë mundohem t'i mbaj sekret. Mban sekrete mësuesi apo jo? Po, ato që kemi midis nesh, i kemi midis nesh. Arja, mban sekrete ti Arja? Një sekundë, më bëri përshtypje Arja se ishte shumë e shkathët dhe fliste shumë, po bukur ama. Arja, çfarë sekretesh man ti? Arja, mos ja trego. Po pusho marti? Jo, tregoja Mos ja trego. Arja, Po sekretet nuk tregohen, e di ti? E di. Arja, Nuk i thot të gjitha. Arja, e ke gjanë mësuesen? E kam. Arja, po më thuaj një gjë që s'të pëlqen tek mësuesja. Pimbi. Dale Pimi, dale ta Më dëgjoj pak. pëlqen pimbi e pumi. Arja, shumë diplomate. Mirë Arja, të kuptova. Faleminderit. Atëherë vazhdojmë me pyetjen. Pyetjen e parë që do ju bëj unë mësuese. Po. Mësuese Mariola, sa vite keni në profesionin tuaj si edukatore? S'mbahet mend të ja. Kam shumë vite në arsim, po bëj gati 30 vjet në arsim. Sa shumë. Po. Është një periudhë e gjatë, por është një periudhë që mua më ka mësuar shumë gjëra të bukura dhe jam këtu, prandaj jam këtu mes jush. Është gjithmonë bukur sepse i merr 3 vjeç, i çon deri në 5 e gjysmë, kalojnë në klasën e parë. Si të thuash, i rrit pak. I rrit pak. I edukojmë, përpiqemi që t'u mësojmë ato gjërat më elementare. Fillimisht ju mësojmë të shoqërohen me njëri tjetrin, e më pas i futim programin që kemi për të realizuar, si në shkrim, në ngjyrosje, në punë me plastelin, modelim, plotësim të fletëve, të librave që kemi në përdorim, kështu që i bëjmë pothuajse të gjithë. Fëmijët aktivizohen dhe aftësohen. Po patjetër. Forca O Pimi. mësuese, cila ka qenë ëndra juaj kur ishit fëmijë para se të bëheshit edukatore? Kur isha fëmijë Pimi, kisha shumë dëshirë botën e televizionit. Dhe nuk lija emision të fëmijëve pa parë. Dhe më pëlqenin shumë dhe doja të imitoja teta Ketrinën, sa ashtu e ka pasur ajo moderatorja. Ketrin Gjoça. O mësuese, Po. a është bukur të punosh me fëmijët e vegjël? Të japin lodhje ata? E pak sa kanë dhe ata lodhjen e tyre, por më falin shumë kënaqësi dhe dashuri. Ashtu është e vërtet, është fëmijët të më falin shumë kënaqësi edhe kur vinë këtu te pylli jonë e luajnë me ta. Po dhe ju lodheni, besoj se janë fëmijë të vegjël. Patjetër që lodhemi, çdo gjë ka atë, po merr atë satisfaksionin që je midis fëmijëve, midis lojrave, shpesh herë futesh edhe ti në atë botën fëminore, nuk shkëputesh nga e jotja, kështu që për mua unë them se është gjëja më e bukur që mund të realizohet. Mësuesa, sa e rëndësishme është edukimi i një fëmije në kopsht?
Është shumë e rëndësishme dhe do doja domethënë të më dëgjonin të gjithë prindrit që se ka prindër që duan t'i mbajnë fëmijët e tyre në shtëpi, po kanë gjyshen që qëndrojnë me ta, por është një fjalë që fëmia nuk është bërë klishe, dëgjon në rëndom, më mirë me gjyshrit. Jo, është gabim sepse fëmia me mosh duke u rritur ka nevojë për shoqëri, ka nevojë për aktivitete jashtë atyre që zhvillohen në shtëpi, se në shtëpi dihet që i kanë më të zenë, dhe këta janë të fokusuar gjithmonë te televizioni, te ekrani, te telefonat, që mësuesja ja u bën shumë erë dhe vërejtje që nuk duhet të shohim shumë, nuk duhet të rrimë shumë me telefon. Po, pyetja e radhës është, cilat janë disa nga problemet që hasni më shpesh? Probleme ka plot, por unë do të thoja që me pak mundim, me pak dëshirë, mund t'i arrim t'i fashitim këto lloj problemesh, si tek baza materiale, si tek lodrat, si tek ambientet. Duam të realizojmë shumë gjëra të bukura me fëmijët, por shpeshherë jemi të detyruar që të pranojmë ato kushtet në të cilat jemi. Por ne përsëri kemi bërë domethënë përpjekjet tona që të arrim diçka që këta fëmijë ato 4 orë, 5 orë, 6 orë që kalojnë me ne të jenë në shoqëri të mirë, të jenë të aftë të realizojnë shumë detyra aty, shumë punë që në kuptimin punë me shkrim, vizatime, ngjyrosje, pra aktivitete edukative, lojra, detyrimisht që është edhe urojmë që instancat përkatëse të cilët merren me bazën materiale të kopshteve dhe çerdheve ta dëgjojnë dhe pse jo shtatorit të gjej me një plotësim të atyre mangësive që edhe voglushët të jenë sa më komod, të bëjnë sa më shumë lojra dhe gjëra. O mësuese, a jeni mërzitur ndonjëherë dhe a keni dashur të ndroni profesion? Jam mërzitur dikur, tani u mësova dhe unë me fëmijët. Dikur kanë qenë largësia, transporti dhe këto na krijonin mitet atmosferike, këto kushtet atmosferike të motit na krijonin shumë problematika dhe na ndalonin që të shkonin, por ne megjithatë fëmijët na prisnin, kështu që ishin të detyruar që të vinim. Ku keni punuar më përpara se ta ishte? Kam punuar në shumë. Ja, një sekund, Pimbi, një sekund, po. Kam punuar në shumë shatra. A i mi largë ti, që u ka lotur më shumë? Mi largë ti ka qenë Podgoria. Në Podgoria. Në Podgoria. Atje dhe vështirësia ka qenë më e madhe. Po kopshimi i bukur me fëmijët më të qetë, ose nuk e... Kopshimi i bukur, përveç se ky që kemi... Ama shiko, pas keni kopshin më të bukur ju, a? Kemi, po, kemi shumë të bukur. Janë si drita, janë të Janë gjithë. shumë të mirë, po. Forca Pimbi. O mësuese, Po. me qarja nuk tregoj sekretin, do na tregosh ti një sekret? E mbani mend ditën tuaj të parë në punë? E mbaj, si se mbaj. Ku ka qenë? Fillimisht, unë fillimisht nuk kam punuar edukatore, kam qenë një mësuese frëngjishte. Të gjuhës franga, më fal. Edhe kur kam hyrë, si e quajnë Pimbi në frëngjisht? Pimbi. Emri është i njëjtë në çdo gjuhë. I njëjtë, po. Mësova frëngjisht. Pimbi. Merci. Ta dëgjojmë pak mësuese. Dhe në momentin kur vajta për herë të parë në klasë, të gjithë i kishin syt në mua dhe prisnin çfarë do t'ju thoja unë tani. Domethënë, erdhi një mësuese e re. Çfarë do ndodh tani? Por unë jam përpjekur që ato syçkat t'i lexoj dhe jam përpjekur që t'ja u heq emocionet, edhe vetes time, dhe jam përpjekur të jem sa më e afërt me fëmijët, të bëhem në një farë mënyre shok, që dhe ata të më pranonin ashtu siç isha, ashtu dhe unë t'i pranoja ashtu siç janë. Forca Atea, Pyetja e radhës fundit mësuese. Kur ndonjë fëmijë është i ose sëmurë,
A e pranoni në Kopësht, apo i Ka thoni një që shkon rregull shtëpi? që shiko se Patjetër që ka një rregull dhe ne i mësojmë fort faktit që fëmijët e sëmurë nuk duhet të vinë për asnjë lloj arsye. Kështu na thonë ne. Sepse jo vetëm që është bartës i virusit ose i një sëmundje që mund të kaloj të transmetohet shumë shpejt tek fëmijët e tjerë, sepse dihet jeta kolektive i ka dhe këto rreziqe, por ka disa momente kur edhe pse janë të sëmurë vinë në Kopës sepse kanë dëshirë të vinë në Kopës. Nuk duan të qëndrojnë në shtëpi. përpos dëshirës. Përpos dëshirë, rregulli është po, në mënyrë kategorike, kategorike. në mënyrë kategorike. Ka fëmijë që nuk duan të vinë në Kopësht dhe i qajnë ose që vinë me prindrit. Tea, këtë pyetje mund t'ja u bësh vetë fëmijëve. Okej. Ja, ngriti dorën ky bukuroshi këtu. Ke dëshirë të shkosh në Kopësht? Është i hapë. Kapi pak Leo. mikrofonin. Leo, çojmë në këmbë Leo. Ti vete me të qarë apo me qef të kopshi? Me qef. Me Po që. çfarë të pëlqen aty ty Leo? Çfarë të pëlqen? Ke shok, Luan shoqe me apo luan lojra. me makina, me çfarë luan atje? Me makina. Me makina, të lumt Leo. Faleminderit Leo, mundet të ulesh. Të lumt Leo. Mos e se, unë ju falenderoj që ishit prezent në këtë pjesë të parë të emisionit Pimbi Pumbi. Faleminderit që sot eksperiencën tuaj. Dhe tani pushimet të mbara, tu themi, të mbara qofshin, po ti përsëri të punë. Kur ti marr. Kur ti marrim, Në rregull, japim një duart orkidje mësueses? Po. Ne do të kalojmë në pak minuta publicitet për të falenderuar atë që bën të mundur emisionin tonë si gjithmonë, Pasticeri Dajanën që është një ëmbëlsi pafund dhe akulloret e saj speciale në këto ditë të nxehta vere. Kthehemi pas pak, Pasticeri Dajana, ëmbëlsi pafund. Në pjesën e parë kemi përcjell mësuesen e cila na tregoi për eksperiencën e saj, ndërsa ne do të vazhdojmë emisionin me këta bukuroshat e grupit të dytë Mickey Mouse, apo jo? Po. Ky këtu është Leoja. Është me syçka të bukura, flokët i ka bërë me llak, me xheli, çfarë i ke bërë Leo? Me lak. Me llak. Mami ti bëri. Po. Leo, si kalove për një qershorin ti? Një shari. Po. Për festën e fëmijëve, si e kalove? Mirë. U kënaqe? Po. Ishte bukur. Po. Po një vjesht të bukur, çfarë ke mësuar aty te kopshti për një qershorin, do t'ja thuash Jonës këtu? Po. Forca, ta dëgjojmë. Një qesharin, e di beseri, e me të lutur, në në gjentani, që di të gëzoa, nëse me këndoj, gëzdoj një qeshari, që e fësa jonë. Kjo është lista jon, një qershori. Faleminderit Leo. Bukuroshe. Si e ke emrin? Klea. Lea. Klea. Klea i skuqin faqkat, i ka dy ratë të vegjël këtu te faqja. Më trego pak si ishte zbukuruar kopshti jot për një qershorin? Bukur. Çfarë bëre ndonjë gjë të veçantë? Ti ku shkuat? Nga pëve, Nga cili pyll? i fazanve. O, po nena pata ne nga pylli. Po pimbin e pumbin e pata ndej, se ata ndej ishin atë ditë. Pa do një kafshë Do kemi qenë në verë. Po. Ku ishit ju? Ferrave ishit ju të dy? Po nuk e dinim që do vinin këta kalamajt dhe po luanin për qefin ton. Pastaj po banin prova si të flinin në darkë. Ah, ju të dy. Klea, më thuaj diçka të bukur, çfarë ke përgatitur sot? Një vjesh? Ose një përshëndetje. E themi vjeshën e një qershorit? Forca. Kur vjen një qeshori, zemra më gufon, se festa ime, se festa jonë. Me shokë, me shoqe, lozi me këndojmë. Prindër e mësues, bashkë me ne gëzojmë. Të lumt. Moj Klea, po mua më kanë thënë, do japi mikrofonin shokut. Po mua më kanë thënë që ti je shumë çapkënë, pse ka qenë urtë sot këtu? Apo ke turp? Jo, s'ka turp. Ja. Ja, nuk ka turp. Thjesht Ka frikë mos ai ariu. mos ke frikë se ta pimbi me pumbin? Jo, më ju ka shokë, ju ka mjaft tani. Një bukurosh tjetër. Këta janë shumë të mirë, janë të gjithë 4 gjysmë Po, dhe ne ju duam shumë. Zemër, ma trego pak si e ke emrin?
Ailin, çfarë ke përgatitur sot për ne? Një vjeshtë të bukur? Do ta themi vjeshtën e një qershorit? Forca, shojmë nga kamera dhe themi vjeshtën. Shikoni këta si këlqenë si kristal. Zhysh do me mjeka një këzim, së një ma, e një vetët. Do ditur, si ku vlotura në bine, po si duka apis me qershori. Tek ne. Vjen tek ne ne. një qershori. Po edhe ti syçkat e bukura si kristali ke, të shkëlqejnë. U kënaqe shumë për një qershorin? Çfarë të pëlqen të bësh në kohën e lirë? Bukuroshe, me ty e kemi çfarë të pëlqen të bësh në kohën e lirë? Të lozë. Ketl. Me çfarë të pëlqen më shumë të lozësh? Me guzhin. Me guzhinë. Me guzhin. Do luajmë ne, do Mos luajmë. ja kujtoni ushqimet. Si Ja ka të lojmë me guzhin se kisha bërë ndonjëherë. Ketli. Kuzhinjera. Ketlin, Cili është ushqimi jot i preferuar që luan në guzhinë? çfarë Mjafti. gatuan? Fruta. Fruta. Hemo pimbi. Shko sa elegante është ajo si mis, si balerin. Nuk është 200 kiles aty. E fruta të luaj me mjaltun. Po, frutat i bën me mjalti. Ketlin, syçkat i ke bërë shumë të bukura, ndoshta kamera nuk e ka, po ajo i ka me xixa syt. Kush të ka bërë kaq të bukur? Mami. Mami, të lumt. Zemër, do na i thuash vjeshën e bukur? Pa. Shojmë te kamera drejt atje, nga i xhaxhi atje, shikojmë te kamera dhe e themi. Forca. Pa shikoni, sa shumë fëmijë që nga nërë sot, sa shumë prindër e të ftuar, kanë ardhur për të na arruar. Mirë se erdhët prindër të dashur, mirë se erdhët midis nesh, në gëzimin ton për fest, ju takon të merrni pjesë. Të lumt. Një princesh. Ua, sa fustan të bukur. Edhe flokët i ke shumë të bukura, të gjata si Rapunzel, vetëm ajo i ka bjonde, ti i ke bruna, apo jo? Si e ke emrin zemra? Medisa. Je në grup të dytë ti? Tek Mickey Mouse, apo jo? Medisa, më thua një gjë, si kalove për një qershorin? Çfarë bëre ndonjë gjë të bukur? Shkua tek pyeti fazanda, apo jo? Pa. Pa do një kafshë që u pëlqeu më shumë? Pa. Ketra ose çfarë pa? Ariun. Çfarë pe Medisa atje? Bimbin. Pedrer! Oh, po pse s'tua me aq pedrer? O, sa Ishin të bukur bukur? shokun ton. Kishit frik nga drirja, po nuk ju ha. Jo, janë të butë, janë të mirë. Medisa, na i thua pak vjeshën? Shojmë te kamera atje. Teng, zikat e qeshive, a e dini qa po fan, festa e bukur e fëmijëve, nana dal po afon. Një qeshoj, sa e bukur sa gazman, sa të lumtur në nargjeti e gëzuet dhe majme, shumë po e një qeshoj festa janë, e li pap të ne. Të lumt. Ja japi mikrofonin vajzës mbrapa. Amelia. Apo jo? Amelia. Shojmë te kamera drejt. Amelia, më trego pak si mbarove ky vit shkollor për ty. Çfarë klase mbarove? Unë mbarova klasën e 3 dhe mbarovi shumë bukur. Ishte e vështirë klasa e 3? Pak. Me nota si dole? I kisha të tëra 10. Oh, sa të lumt. Edhe ju kështu të bëheni, ë? Si shoqja juaj, bravo. Zemër, çfarë do të thuash diçka sot? Unë dua të përshëndes prindërit dhe shoqet. Edhe Bravo. Bimbin. Po pimbin? Edhe Bimbin edhe Pumbin. Më sjaroni ata të Se dy. kanë merak. Ja japi mikrofonin një vogëlushi tjetër i cili është në grupin e dytë Mickey Mouse në fshatin Vlocqisht. Çojmë në këmbë zemër. Si e ke emrin ti biri? Esli. Vete në Kopës ti? Po, Të pëlqen të shkosh atje? po, Me çfarë lodre luan më shumë te kopshti? me makina. Me makina. Ju loth ndonjëherë mësuesja ju apo? Ja, Nuk ju lodh. Të lumt. Po ju e doni shumë mësuesen? po, Bravo u qoftë. Ju lumt. Në Çfarë çfarë ke përgatitur? Një vjeshë? po, E themi vjeshën shpejt. po. Si është vjeshë? E ku ma e li qeshori, vera vin me zhakushi, u shku qkokra e qeshish, u përçgrureshi flori, me buqita erte mirë, tu falu lesh bajnë e duar,
För të qeshur shotruam një qeshurin, ta gëzhoj. Ta gëzoj, ne tham që ne sot jemi në datën 14 qershor dhe një qershor i ka 2 javë që është larguar, por ne tham që këtë muaj do t'ja dedikojmë të gjithë fëmijëve, jo vetëm atyre që festuan një qershorin në të gjithë qytetin e Korçës, por dhe atyre që festuan festat e abetares. Ne për të gjithë fëmijët në fund të mbylljes së emisionit Pimbi Pumi për këtë sezon, do të kemi një surprizë shumë të bukur për të gjithë ju. Surprizë! Do kemi mjaltë! Nuk kam mjaltë që ta dini. Nuk ka mjaltë, surpriza. Mjalti do t'jenë vetë ata fëmijët me ëmbëlsinë e tyre të cilët do të zbukurojnë gjithë programin që ne do të përgatisim me festën e një qershorit, si thon fëmijët, Dhe me festat e abetares dhe me shumë aktivitete të tjera. Te prit se kemi surpriza. Si e Fustani dhe kemi? ke shumë të bukur. Edhe fjongon që e kemi Edhe në flok. fjongo në flok, por syt i ke më të bukur E akoma. fjongo kam dhe unë. Ku ke fjongo ti? Ku e ke? Kush e ka më të bukur fjongon, Pimbi apo Eba? Eba e ka më të bukur. Eba, shojmë te kamerat. Pimbi, e ndruat, a? Eba, je në kopësh apo në shkollë? Të ripo vene në klasë të parë. Tani po shkon në klasën e parë. Ja, Pimbi, Eba është një vit me vogël se ty, këtë vit shkon në klasën e parë, apo Po ja? ja kam kaluar. Pimbi ta kaloj. Eba, forca, shojmë tek kamera atje. Dhe themi vjeshtën që kemi mësuar. Përgatitur. Çdo njeri për nesh ka bukur ashtu si që është ai është një mrekulli. Jam e bukur shikon, jam e mençur dëgjom, jam e mirë beson. Ka qenë cilësi po ashtu si edhe ti. Ti je shkatët pasërra, po ti je i dashur të vlerësoj. Ti je i mirë, të njoh, ti je ndryshe nga unë. Je kaq i bukur me ku jemi kaq të bukur unë dhe ti. Çdo njeri për nesh ka shumë bukurinë. Të lumë, çdo fëmijë ka bukurinë e vet, ka ëmbëlsinë dhe shpirtin e vet. Qojemi në kam një qikë se i vogël. Shojmë të ka jo kamera atje, ma thuaj pak emrin. Anjel. Anjel. Shumë emër të Anjel, bukur. ke shumë lodra Orida. të kopshi? Sa i njët ai. Asa çupës më përpara. Asaj çupës më për të para? E ke motër, vlla, Jo, Ebi, kë kishe vlla këtu ti? Që t'ka motër. Pra ndaj that ju të dy ma. Nuk e mblodha, Gjani shumë. Ky se mban mend thjesht. Se mban mend vjershën, pa t'ja kujtojmë pak, t'ja kujtojmë pak. Kujtoja. Ja kujtoni pak ju shokut? Mirë, do bëjmë Një një përshëndetje. përshëndetje. Kë do përshëndesësh? Mamin, babin. Mami. Mamin. Bimbin. Në rregull, dakord. Po shokët e kopshit? Do t'i përshëndesim dhe shokët e kopshit? Po. Po mësuesen? Po. Po. Japim një puthje kështu tek ajo kamera drejt? Bravo, të lumt. Ja japim mikrofonin. Përshëndetje mësuese, shokës dhe shoqe, ta përshëndesim edhe Pimbin dhe Pumbë. Jupi! Ti e motra e Arias, ë? Po, unë jam motra Arias. Ti e motra e Arias, dakord. Çfarë klase mbarove dashur? Unë mbarova klasën e 4 dhe tani idhem për në të 5. Si do Ishte leve nota? vështirë? Klasë e 4 ish pak e vështirë, Po. por notat i kisha 10. Të lumt. Sa orë në ditë lexon ose studion që të përgatitesh për të nesërmen? E dëgjojmë shoqen? E pushoni juve. 1-2 orë, 1 orë, 2 orë lexoj. Një libër që mua më pëlqen. Të lumt. Cili është libri jot i preferuar me këto që ke lexuar? Libri mi preferuar është Shpirti në shishe titullohet Aha. dhe është shkruar nga Nikola Tafaj. Të Dhe lumt. autorin e mbak. Të lumt. Cila është Faleminderit. lënda jote preferuar që Lënda ime muzikrisja? preferuar është historia dhe tiku. Oh, sa bukur. Shumë bukur. Shumë. Pjesa më e madhe e fëmijëve na kanë thënë matematika, shkenca, të Gjua, gjitha. po. Ti po thua historia. Edhe shkenca më pëlqen, po Historia është më e historia. bukur apo jo? Të lumt. Çfarë të pëlqen historia? në historia më shumë më pëlqen faktet reale, nuk më pëlqen mitet. Legjendat më pëlqejnë fakte reale. Të lumt. Të lumt. Ja japi mikrofonin shoqes, e cila është Mirdita. motra e Leos. Mirdita e dashur me këto flokë. Shiko si ka gërshetin kjo sa të bukur. Shumë të bukur. Edhe ti e ke, unë të thash që ishe për shumë e bukur, edhe sy ti ke me xixha ti. Unë të thash.
E dashur, si e ke emrin? Unë emrin e kam Cindy. Cindy. Çfarë klase mbarove të shpirt? Unë këtë vit mbarova klasën e 3 dhe do hidhem për në të 4. Të lumt, me nota besoj se dole mirë apo jo? Po, të tëra 10 Të gjitha 10 të lumt. Për një qershorin si kalove? Shumë bukur, vajtëm te parku dhe ishte shumë qef. Ishte shumë qef. Shkove dhe ti në pylli fazanëve? Po, shkova bashkë me vllajën tim. Bashkë me vllajën, të lumt. Çfarë të pëlqeu më shumë në pylli? Ishin drejt. Ishin drerët, ë? Ai ambienti i bukur atje, i pastër për të bërë. Se dhe unë kam vajtur në Kopës kur kam qenë e vogël në pylli fazanëve. Shumë bukur. Cindy, diçka që do të thuash për ne? Po. Unë do të them se sa e lumtur jam që jam këtu. Dhe dua të përshëndes të tërë prindrit dhe të tërë shoqet e mia. Edhe Pimbin dhe Pombin. Edhe Pimbin dhe Pombin. Të lumt. Faleminderit e dashur. Faleminderit Cindy. Kemi një bukuroshe me fustanin i cili është plot me lule dhe flutura. Zemra, si e ke emrin ti? Amaris. Amaris, shojmë te kamera drejt Amaris. Më thuaj pak, çfarë ke përgatitur për ne sot? Një vjesh. Një vjesh, a diçka, çfarë do të thuash për ne sot? Baklava. Po çfarë baklava, jore? E mban mend vjeshën Amaris? Pa. Ma thuaj mua të lutem. Gonde qelin sun zamba këtë se kam fest të botë zërakët. Eja shoku im, na pret kopshi plot gëzim. Prit me erdha shpet, por si zogu kralit. Letëm ledhim lule plot, një qeshorin festojmë sot. Një qeshorin. Një qeshorin që festuam. Bravo. Atëherë kemi një shok me sy jeshil. E nuk e keni ide sa të bukur kanë sytë këta fëmijët sot, ngjyra. Si të shuajnë? Si e ke emrin? Mlajdo. Lajdo, më trego pak të lutem, ku shkove për një qeshorin, apo ti me gjithë shokët e këtyre fazanëve? Po. Po nga parku rinia i qytetit të Korçës, shkojnë ndonjëri nga ju? Po, a? Po kështu me piktura, o bët ati te kopshi ju të bënit fytyrën me bojra ose me lule gjëra? Ja, po mirë, vitin tjetër do jeni pak më të rritur dhe do bëheni. Çfarë vjeshe mësove për një qershorin ti? Shojma nde? Po, e themi vjeshën e bukur? Po. Ja, shojmë te kamerati edhe themi vjeshën. Gonde selin sun zabakës, ka fesën botë sërakët. Eja, shoku im, na për fusha gjithë gëzim. Pritëm me dhe shpet, po si zogu kalet. Të mbledhim lule plot, një qeshorin, ta festojmë. Të lumt. Ka 2 vjersha, mirë. Ja një sekund. Jo, Arjan në fund fare. Kemi muhabet me Arjan. Kemi muhabet me Arjan. Arja, shoqka time. Arjan do ta mbajmë këtu te ky emisionin e. Mbaj këtë zemër. Çojmë në këmbë Leo. Leo. Çfarë ke përgatitur për ne sot? Po, na i thua pak vjeshën. Edhe një qeshori, djeli vëzë qesh, është i dhe oborët. Ishto liu vesh, festa jonë e dashur. Edhe për sëri, ku do fëmi të lumtur gjenë në Shqipëri. Të lumt, qofshi gjithmonë të lumtur. Kjo bukurosha tha që mbarova klasën e 2. Çojmë zemër. Dale, dil pak tu më përpara, se shko sa të bukur e ka fustani dhe kjo, është veshur si një princesh. Më duket se ishte edhe këngëtare kjo? Po më duket se donte të këndonte apo jo? Të pëlqen të këndosh? Ashtu. Po për ne çfarë do thuash sot, do këndosh apo do recitosh? Unë ti një vjesh. Një vjesh, a do recitojmë një vjesh. Shojmë nga jo kamera me dritë të kuqe dhe themi vjeshën shpejt. 3 dhe 1 bëjnë 4, 4 rota ka makina, 4 këmbë tavolina, 4 këmbë kafshë që vrapojnë të gjithë bashkë. Sa bukur, të lumt, të faleminderit. Po një përshëndetje do bësh ti? Po. Kë do përshëndetje? Pimbin. Pimbin dhe Pumbin, më thojë një përshëndetje. Unë do përshëndes Pimbin dhe Pumbin. Muja ta bën qefin. Faleminderit zemër, ulemi. Të gjithë ja bën qefin, po asnjëri nuk i sjell mjalt. Është na e kujtove mjalt. Ska mjalt. Ai e humbi shansin e mjaltit nga të gjithë fëmijët që në momentin kur iku nga festa e tij abetares. Unë nuk haroj.
Dhe as fëmijët nuk harrojnë që ike nga festa jote abetare. Ashtu kisha një punë. Ashtu kishte një punë ti, ginjeve. barku ty. Duke i dhëmbur barku. E dini ju që iku nga festa e ti abetare sa i se ginjeu? Se nuk ishte mësuar vjeshën, edhe iku. Sa më dhe më barku. Duhet i ginjejmë prindrit e mësuesene? Unë nuk jeva ma ishe mjaltë me të vërtet. Ja është mjaltë dhe iku nga festa ati. Shumë gabim dhe turp. E, bukurosh, do të qojmë një qik, lere pimi, sa iku nga festat, kurse ti ishe në festën e një qershorit? Baj mikrofonin, qojmë në kam se lutem, ngrimi ati ku jemi dhe shojmë drejt. Çfarë të pëlqeu më shumë për një qershorin? Çfarë të pëlqevi për një qershorin ty? Çokolata. Dale pimi ta dëgjojmë pak, dale ta dëgjojmë, mos e hutoni djalin. Pa më thuaj pak, çfarë të pëlqevi për një qershorin ty? Makina. Makinë. More dhurat makinë për një qershorin? Çfarë ngjyre? Nga besh një xhiro të luajmë bashkë. Do lozësh me pimbi dhe me pumbin? Sa mirë. Të presim. Çfarë ngjyre ishte makina? Të kuqa. Të kuqe. Shumë bukur. Po vjeshën e bukur që ta ka mësuar mësuesja, do ta ndajtuash? Po. Shojmë tek ajo kamera atje me dritë të kuqe dhe themi të duken sytë e bukur? Po. Forca. Kur vjen qershor jam gjithë të zbukurojnë. Djevi dhe leqi shumë jetë argëtojnë. A gjene e plotë mira qokolata, mbëlsira shtetita me bukur, e këtë botë në këta pësirë. Të lumbja, japi mikrofonin shokut. Ngrimi në këmbë zemra. Si ti shuajnë të bukurosh? Si ti shuajnë? Devi. Devi ti je në kopësht apo jo? Po. Të pëlqejnë për alla që u lexon mësuesja? Po. Devi, ke motor ose vllati? Po. Devi, po kafsh në shtëpi mban? Jo? Do të doje të mbaje? Po. Cilan kafsh? Pimbin. Të vim neve. Një dele? Dele. Të tarton qenë mace ky thot dele. Po pse të pëlqen dele aty? Se ben mjau. Ben qumësh ma. Kush bën mjau nga ju të dy? Delia, Bimbi, Pumbi, kush bën mjau? Ajo që ben mjau. Po Dele vogël rimenduese. po Pimbi. lere mos e ndryshon muhabeti, nuk bën Delia mjau, se turp kush u dëgjon ju të dy. Po jo nuk të mjau. Ju jeni dhe në pyll, jetoni dhe në pyll. Po mirë mo Pimbi, mjau bën Delia? Në pyll. Si ja bën Delia? Bën be. Be. Ashtu. Pimbi thot që Delia bën mjau. Shumë gabim. Atëre, Devi, në rregull, Devi, na thuash një vjesht të bukur që recitove për një qershorin para prindërve? Po. E themi dhe përpara gjithë fëmijëve që po na shohin në këto momente. O balon të bake, bishte pjatë rume rake, atela në katizim fëtoron, pebe kur me ka osta taba, ka mbere për më rak, atela që gjidron, për mes në fëtoron. Të lumë. Mere mikrofonin edhe hajde caktuti. Ajde. Hajde Arja, dale një sekund. Ajde. Hajde këtu Arja. Prit pak. Në gjitëm. Prit pak. Nuk do ngjitesh, do ulesh këtu, ku të mund. Opa. E mos marrën besh shoq këndi. Tani, Nuk ta marrin Pimbi jo. Arja më bëri përshtypje se vetëm qeshte, vetëm shumë fliste, energji. super energjike, edhe shiko sa bukur, po e kap kamera, shiko si është Arja, një biondinë e bukur. Arja, tani më thuaj pak, të bëjmë pak muhabet gocash. Çfarë të pëlqen ty të bësh gjatë gjithë ditës? Të luaj. Me çfarë loje? Me kukë. Me kuklla. Ke shumë kuklla të shtëpia? Po kafsh shtëpia ke? Ja. Akoma? Ja. Po çfarë do E të ka kërkoj? pimbin. Çfarë do Çfarë do kërkoje? kërkoje ti? Deshe të kërkoj një diçka. Për shembull? Qenë. Një qenë. Po ndoshta mami dhe babi të dëgjojnë edhe mbase ta plotësojnë dëshirën? Unë i them babit e mamit, pa ata nuk duan të më blejnë. Po pse ai qeni do dhe kohë, do dhe shumë kujdes apo jo? Po, sa ta bëjmë një kartë për shtëpiata, edhe neve do ta futim aty, se unë i kam gjetur ta. I ke po gjetur sa mos ti? e- Shumë mirë. Në Se rrugë. mos leja i qeni dhe në lepa gjumë pastaj. Arja, ta dëgjojmë pak Arjan. Arja, po ti ke kur të rritet çfarë ke qef të bësh? Qarë kam qef të bëjmë? Po. Parukeri. Parukere. Pse të pëlqen ky? Po tjetër. Më tha se doje të bësh gazetare më dhe thash të kisha në sezonin e ardhshëm të ishe gazetare këtu. Ha, si thua? Arja, po të pëlqen ty si teta jonë teta sa unë nga trova dhe unë se ti me emocionove, të drejtosh emisione për fëmi? Vesh aktore. Po ti na premton që sezonin e ardhshëm do vish këtu?
Kush maj? Formuset, po s'kaj mu, ta se qaru bërë, s'kaj me formuse i, ku s'prish pun. Arja, po për një qeshorin ku shkove ti? Ku shkova? Po. Në Pylli Fazanëve. U kënaqet? Po, more ushime vete apo ja? Po, Cila ishte lodra që more për një qeshorin? cila ishte që mora një për qeshorin? Cila ishte një që mora për një qeshorin? Qa more që një për një qeshorin? Për një qeshorin, kaq. Kaq, në regull. Një vazë më mjaltë. Po ëmbëlsira more për një qeshorin? Morë. E po hapa durat Cila të ishte kjo? ëmbëlsira që të pëlqeu më shumë? Që më pëlqeu. Po. Që më pëlqeu. Kush ja u bëri ëmbëlsirën, kujtohu. Mjaltë. Mjalti, O, sa bukur, o, Arja, do do ta themi kënaqemi. vjeshën për sot? Pa. Forca, e themi vjeshën. Që këtu Janë edhe një qeshori, zemra na e mbushi, plomi krenari, çdo emocion, me mësuese ndaj, ajo është si dielli, unë me reze gjaj. Të lumt, Arja. bravo. Arja, po më thuaj pak, e lodh shumë mësuesen atje në klasë apo e mban me muhabet gjatë gjithë kohës dhe smërzitet? As tjetra? Jo. Jo, do me thënë mësusja kënaqet me ty. Lu mësuesja që të ka ty. Po edhe ti kënaqesh me mësuesen? Pa. Kë ke shokë dhe shoqe pak më të ngushtë këtu nga të gjithë këta? Bimbin. Ketlinin, po Edhe pamba. bimin e bumbi. Bravo, Duken këto të dyja se nuk ndaheshin, prandaj kemi vënë në fillimin në fund se po t'i rini bar do kërciste muhabeti për 7 palqefe. Apo jo? Në rregull. Ky emision ka dhe një prallëz brenda që e tregon nëna Mona. Të pëlqen prallat? Ba. Ja, do ta Do ta dëgjojmë shohim në këto momente se kë prallë ka përgatitur nëna Mona për ne dhe kthehemi pas pak. Mirë se ju gjeta voglush të dashur. Ja ku jam prap midis jush. Edhe sot kam për të treguar një prallë shumë të bukur. Do më dëgjoni me vëmendje. Ja, nëna Mona po i lesh tizat dhe do tregoj prallën. Po i dini kë prallë do tregoj unë sot? Nuk e dini. Maçoku me qizme. Ma të qoni, Na ishte njëherë një mulli gjiplak, i cili, kur ishte në fund të jetës së tij, i thiri të bitë pranë shtratit dhe u ndau pasurinë. Më të voglit, i ra për pjesë maçoku i shtëpisë. Djaloshi nuk e dinte se për çfarë mund t'i hynte në punë një maçok. Po kafsha e zgjuar i tha t'i sillte një thes, një palqisme dhe doli për kësmet. Po ç'bëri maçoku dinak, shkoi në pyll, zuri një lepur, e futi në thes dhe ja shpuri mbretit, duke i thënë se e kishte dhurat nga markezi Karabasit. Në të vërtetë, ky ishte emri që maçoku kishte trilluar për të birin e mullixiut. Një ditë, mbreti doli për shëtitje buzlumit, tok me të bijen. Maçoku i tha të zotit të futej në ujë dhe kur të kalonte karroca mbretërore, nisi të thëriste me sa fuqi kishte. Ndime, Markezi Karabasi po na mbytet, ndim, ju lutem, na ndimoni. Obortarët e mbretit rendën në ndihmë të djaloshit, i cili në këtë mënyrë u njoh me princeshën, që ra në dashuri dhe ajo aty për aty me djaloshin. Ndërkohë, mbreti shkoi për vizit në kështjellën e markezit. Apo të shikoj njerë që është ky markez. Kur e mori vesh këtë, maçoku nxitoi te katallani pasur që zotronte fuqi magjike, i cili e kalonte jetën në një kështjellë aq të bukur
sa nuk i qinte shoqja në faqen e dheut. Kam dëgjuar zotrote që mund të shndrosh në çfarë do bishe, po nuk më besohet, i tha Maçoku Katalanit. Ti mund të shndrohesh në çdo lloj bishe. Ky i fundit u shndrua në një luan të kreshpëruar. Por në një mi nuk mund të shndrohesh, i tha Maçoku dinak. Katalani, sa kaq, u shndrua në një kocomi. Sa hap e mbyll sytë, Maçoku ju sul përsipër dhe e kollofiti me njëherë. Kur mbreti me princeshën arriti, Maçoku ju doli përpara dhe gjithë mirësi ju tha: "Mirë se vini në kështjellën e markezit të Karabasit." Kur pa të gjitha të pasuri, mbreti mbeti pa mend dhe i dha lej të bijës të martoj me markezin e Karabasit. Maçokut ju bë zemra mal për të zotin që e ndihmoi kaq shumë. I biri Mulixhiut nuk e harroi kur Maçokut të mirat që i bëri. Tok me markezin e Karabasit dhe princeshën, Maçoku kaloi një jetë të lumtur e të gëzuar. Këshurojtën dhe u trashëguan. Ja dhe për këtë shtun, prallsa jon mbaroi. Shpresoj që të jeni kënaqur. Mirupafshim. Përpara se të them mirupafshim, dua të them që duhet të silleni mirë me kafshët, se ato na kuptojnë. Në qoftë se keni një qen, e përkëdhelni, ai ju shikon drejt në sy. Asnjëherë mos u mundoni të lëndoni kafshët. Zdojtë qentë dhe macet, se dhe kafshët janë miq të tanë të mirë. Atëherë, dhe për sot mbaruam. Mirupafshim të shtunën tjetër. Jeni në shpirtin dhe në zemrën time. Mirupafshim. Faleminderit Nana Muna për prallën e bukur që na tregove. Edhe në puntatën e radhës do të kemi një prallë dhe më pas atë surprizën që unë nuk kam thënë të gjithëve. Të gjitha ju mësuese, të cilat dëshironi të cilni klasën tuaj dhe në këto emisionet e fundit që ne na kanë ngelur, mundet të vini plot dëshirë, ne ju mirëpresim, shtëpiza jonë e vogël e Pimbit dhe e Pumbit është gjithmonë e hapur për të gjithë ju, ashtu si mësuesja e cila solli grupin e dytë të Mickey Mouse nga fshati Vlotçisht. Unë e falenderoj dhe ju uroj më të mirat dhe të gjithë ju fëmijëve ju uroj pushime sa më të bukura dhe më të mbara tani që shkolla ka mbaruar. Arja, do ta bëjmë bashkë mbylljen e emisionit? Pa, jepa mikrofonin Tea. Nuk e dua Tean sot, dua vetëm Arjan me vete. Arja, dalim këtu të dyja dhe do të themi faleminderit që na ndoqët në RTS Korça. Forca. Faleminderit që na ndoqët në vend Korça. Jo në vend Korça, në RTS Korça. Në RTS Korça. To e RTS Korça. Po se di. Po se di. Mirë, faleminderit që ndoqët Pimbin dhe Pumbin. Ata themi. Faleminderit Pimbi dhe Pumbi, thoj. Faleminderit Pimbi e Pumbi. Faleminderit! Faleminderit gjithë ju që na ndoqët në emisionin Pimbi, Pumbi dhe Miqtë e Vegjël dhe në këtë 14 qershor. Takohemi javën e ardhshme. Mirupafshim, japim mirupafshim të gjithëve? Pafshim, faleminderit!